Kalojmë pak tek çështja e Spiropalit. Dje u bë doli dhe tha që në fakt e kishte më shumë për pjesën e Berishës, që tha që nuk më pëlqen sa fjala, tha që doli ty Berish, që unë do pra nuk do të jem ministre. E Berisha i kthehet dhe i thot Spiropalit që ti je një viktimë e parëndësishme e Ballukut. Mos ndoshta Spiropali ka dashur ti merrte vendin si zëvendës kryeministre Ballukut, mos ka qenë gjë xheloze, si e mendoni, si e shihni? Shiko, për mua zonja Spiropali nuk ka ndonjë vlerësim në aspektin politik, sepse zonja Spiropali kur futet në pozita ministrore, humbet shenjën apo humbet më mirë moralin apo integritetin e saj në rast se ka. Në sy të publikut flas. Tani nuk ka është punë e saj, por publiku ku koncepton dhe shikon një politikan e shikon për moralin, për integritet, për gjitha, edhe ja vendos në filter. E studion. Tani e studion, në kuptim ke votues të cilët për shembull që nuk votojnë zonjën Spiropali, por kanë respekt sepse integriteti i saj, diçka si edhe saj ti tregon ja përcjell këtë gjë. Ka një figurë të lezetshme që atij personit i pëlqen atij votuesit. Kaq. Po, kanë ka çaste të ndryshme, por ne tani nuk mund të merremi me lajmin e fundit që Berisha i tha që ti nuk do të jesh në qeveri. Okay. Ne do të merrem pikërisht te kjo. A ka guximin dhe durimin zonja Spiropali të bëhet njësoj si zonja Balluku, duke qenë zëvendës kryeministre, sepse mos harroni faktin që zoti Ahmeta ka qenë zëvendës kryeministre dhe përfundoi në Burg. Po. Zonja Balluku është në rrugë sipër dhe po të vinte edhe zonja Spiropali do të ishte e treta e vërteta që do të kalbej në thonjza në Burg, për shkak se të gjithë këta të mëparshëm kanë ikur në drejt Burgut. Mallkimi i zëvendës kryeministrit. Vetëm që shpëtoi si zëvendës kryeministër mos gaboj, ka qenë zoti Braçi mos gaboj. Është i vetmi që në momentin e fundit tha, unë nuk firmos, edhe ai e pastroi dhe tha ik. Pra është i vetmi në këtë situatë që jemi që shpëtoi kur ka qenë zëvendës kryeministër dhe nuk është me telashet me drejtësi deri tani në këtë moment që flasim. Por mënyra se si zonja Spiropali u soll ishte një tregues që shiko dhe ne në Partinë Socialiste kemi disa zjarre që ja kanë ndezur, kemi disa vatra dhe ne. Unë mendoj se ishte një lojë e mirë menduar, e organizuar, që të jepet mesazhi që po kemi ne kontradita brenda vetes, kemi qëndrime të ndryshme, por në fund fare partia është më e madhe se sa interesi personal. E kuptoj. Dhe mënyra se si u soll ajo, u soll duke treguar një prezencë leadershipi kundrejt një krize që aktualisht po zhvillohet në Partinë Socialiste. Por kujdesni, zonja Spiropali, për mendimin tim, në rast se nuk bën gabimin që të i ofrohet një pozicion drejtuese në qeveri, nuk e bën këtë gabim, dele përfituar. Në rast se shkon dhe bën një gabim, jam i bindur që do të përfundojnë në statistikat e SPAK-ut. E kuptoj. Por e marrim të mirëqen që zonja Spiropali nuk e bën gabimin, nuk rikthehet në qeveri, ajo mund të jetë në të ardhmen kandidate për presidente me votat e Partisë Socialiste, se zoti Rama duhet ta spostoj tani. Ajo shfaqi atë shfaqjen e saj politike dhe zoti Rama e ul nga karrikja e ministres, e çon presidente për shkak se i jep një profil shumë të ulët, pra si deputete, që s'ka ndonjë gjë, mund të bësh president, po si ministër të bësh deputet, të bësh president nuk shkon, si nuk shkon, nuk ngjan. Mirë. Pra, në këtë formë, ai thotë që unë po të përgatis ty për një pozicion shumë të lartë, sepse unë nuk mund të kem ty këtu në Partinë Socialiste. Se unë dua të jem në Partinë Socialiste derisa të vdes, si është Saliu. Pra,
persona të cilët janë aktualisht në Parti Socialiste edhe shfaqin këtu te personaliteti, integriteti, një përqyeshmëri për te partis, por tek antarësia e kanë të sigurt, Rama do përdori mekanizmin që do të godas zonjën Spiropali, duke ja hequr ato atributet që ne themi të qenurit një kandidate për kryetar Partisë Socialiste. E kuptoj. Pra, zoti Rama o e çon për presidente e Republike, o në maksimum e çon për kandidate për kryetare të Bashkisë së Tiranës atë bashkisë, e 2027-ës. Por në të dyja rastet, zonja Spiropali nuk do ketë mundësinë të mundi zotin Rama, sepse duke qenë presidente do ulet sigurisht që president nuk ka një rol aktiv partjak, por duke qenë kandidate për kryetare bashkisë dhe në rast se fiton Bashkinë e Tiranës, do i duhet 4 vitet derisa të kuptoj mënyrën e punës në bashki dhe derisa të marrë influencën e dur në bashki, që ajo nesër të ripërsërisë historikun e zotit Rama, që të shkojë të marrë Partinë Socialiste dhe të godasi si zoti Rama fatos nanën, Elisa Spiropali Edi Ramën pas shumë vitesh që historia përsëritet, por me pozita ky skenari tjetër. Por do ishte shumë e bukur sepse ajo shkon kryetare Bashkia e Tiranës, pra në rast se zgjidhet, dhe në çdo moment, po për shkak të situatës që derisa të shkojnë në zgjedhjet e 2027-ës, do shkojmë në zgjedhjet e 2027-ës, në rast se nuk shkojmë në zgjedhjet parakohshme që të përgjithshme në 2029-ën, a kupton? I bën që ajo po u zgjoll në 2027-ën deri 2029-ës 2 vite në bashki, akoma nuk janë pjekur kushtet, dhe pas 2029-ës është goditje ndaj zotit Rama, sepse pikërisht zoti Rama nuk mund të qëndrojë më kryetar Partisë Socialiste. Dhe ajo ja merr stafetën. Dhe zoti Rama tani duhet përdorë mekanizmin, o pranon paktin që zonja Spiropali ta kandidojë për Tiranën, edhe të pranoj që kjo do të jetë ajo që do ta zëvendësoj, o e çon si presidente që të ketë përfundim politik të saj dhe ta lej karrierën e politikës si presidente. Këto janë 2 rrugët që zoti Rama do t'i japi zonjës Spiropali. E qartë. Po për zhurmën e madhe që u bë dje në lidhje me Tolan Badhën, Albano Vokshin, ti i thoshte të kam numër 0900-ën, shpërtheu opozita aty, filloi Bardhi me të çara, ti i ndyrë, ti i flisir, ti ashtu, ti e kështu. Qa nuk kuptote Balla me atë gjën? Se më vonë si ajoj, po mos kishte ndonjë nënkuptim tjetër. Shiko, te ky konflikt unë kuptoj është ai konflikti i momentit që fillon ajo sedra e madhe, ajo përballja e moralit. Shikojmë një parti socialiste që kur opozitarët ngrenë gishtin, fillojnë edhe aktivizojnë të gjitha të shoqatat me të drejta pa të drejta, djathas majtas, shoqatat që janë, dhe sigurisht aty duhet keni parasysh ju që zoti Balla keq përdori një gjuhë, pra keq përdori një zonjë me ato fjalit që ai gjithmonë i thot, por ju nuk pat që shoqatat të ndërhynin dhe të kërkonin masa kundër zotit Balla. Edhe kuptoni sot ju se si një ambasador i Bashkimit Evropian, që është për të drejta, nuk ka dalë të paktën të bëjë një deklarim të tillë, edhe të thotë që dënojmë dhunën e ushtruar dhe dhuna seksuale ndaj një deputeti të Parlamentit shqiptar. Pra ajo 0900 mund të ketë pas konotacion dhunë seksuale. Po normale, sepse në rast se ju e dini shumë mirë, ajo i numër dhe ato numra kuptojnë për çfarë bën, çfarë janë. Jo, me thënë drejtën tani po e marr vesh. Po edhe unë tani e mora vesh, edhe
U se dia. Asun, Jena kalu në moshën rinore, thjesht të gjithë kemi qenë shenjtor. Kemi qenë dhe jetojmë na për manastira, kupton, edhe atje kemi qenë murgjër. Tani, dëgjoj tani. E vërtetë është që këtu kemi një goditje të madhe. Goditja është morale. Partia Socialiste ka humbur destinacion nga morali, pra nuk ka lidhje fare. As skuqen, as përcollohen, duke vjedhur nga mjes deri në darkë, as kanë dinjitet që të paktën ta shkarkojnë dhe ta çojnë atë në rrugën e dur, në destinacionin e dur. E vërteta është që mungesa e shoqatave dhe të ambasadorit të Bashkimit Evropian për një reagim kundër kësaj dhune është treguesi i qartë që kjo parti, kjo qeveri ka kapur çdo organizatë, çdo shoqatë. Prandaj jam i bindur që çdo gjë mund ta bëjmë ne kundër këtyre pa u marrë me ata të shit blehur, të cilët vazhdimisht shikojnë që dhunën e ka vetëm opozita, ndërkohë që dhuna buron nga qeveria. e kuptoj.